Mirëdita të gjithëve! Sot kam përgatitur një surprizë për të gjithë ju. Kam që dje, deri sot në mëngjes që po mësoj një vjeshtër shumë të bukur. Ajo bën fjalë për gjuhën tonë shqipe. Përshëndetje edhe nga unë. Edhe unë kam mësuar një vjesht shumë të bukur për ju sot. Kjo është një ditë e veçantë për të gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë trojeve tona, pasi është dita e alfabetit shqip. Po, e di. Ndaj të ftuarit e ditës së sotme janë gjuhëtarët e së ardhmes. Ata janë kampionë pa diskutim. Po, me të vërtet, unë i ndoqa në konkursin ku ata morën pjesë, titullohej Gjuha ime. Po, për më shumë, le të njihemi me vetë fituesit. E Jani. Përshëndetje. Si të quajnë? Era Shaholli. Hera, ndalë një plevit në kështu. Apo s'është dhe dimër? Hera, mos thua cila është pasioni jot. Pasioni im është gjuha. Unë jam shumë e mirë në landën e gjuhës dhe marr gjithmonë 10. Sa bukur. Do të më ndihmosh dhe mua në mësimet. Faleminderit. Mirupafshim. Përshëndetje. Si të quajnë? Rubin Azislari. Rubin, cili është sporti yt i preferuar? Futbolli. Ky djalë që ka i shtrenjtë që ka Rubin. Kur të mbaroj emisionin do luajmë bashkë. Okej. Faleminderit. Mirupafshim. Përshëndetje. Si jeni? Mos thuaj si të quajnë. Aleksandra Çaçani. Nga vjen ti Aleksandra? Nga Erseka. Erseka, sa bukur. Faleminderit që jeni në emision. Mirupafshim. Do kalojmë bukur sot. Përshëndetje. Kuroshe, si të quajnë? Mua më quajnë Nikola Demi. Nikola, nga jeti? Unë jam nga Erseka, vin nga shkolla Papa Kristo Negovani. Sa bukur, çfarë më ke sjellë nga Erseka? Falë për asgjë. Më ke sjellë një gjë? Jo, asgjë. Më falni shumë. Më thuaj cila është pasioni jot? Pasioni im është gjuha, sepse ajo është gjuha shqipe që na mëson neve të gjithëve. Të lumtë, po diçka tjetër? Nuk besoj se di ndonjë. Në një pikturë, në një... Jam e mirë në piktura. Në pikturë, do më shmoj një pikturë. Po, sigurisht. Faleminderit. Po, ju premtoj. Faleminderit. Mirupafshim. Përshëndetje. Më verizan. Edhe mua, si të quajnë? Tea Berberi. Tea, si moderatorja e emisionit. Si shoqja jon Tea. Tea, cila është ngjyra jote e preferuar? E kuqja. Po pse është e kuqja? Mo pimbi, çfarë pyetje bën dhe ti? Faleminderit Tea. E di dhe unë këtë gjë me thjeshtë se është Lulu Shtrydhja e kuqe. Mirupafshim. Përshëndetje. Më thuaj ku ke gjetur të syçkat? I kam qarë babit. Sa të bukura. Po emrin si e ke? Quajmë Olga Pasha. Olga, sa të bukur e pas ke këtë fustani? Do ma japësh mua një xhiro? Ta jap. Sa mirë. Mos ja jep çul që me qira. Jo, do ma jap. Falas. Falas se ke mos kemë ha. Më thuaj çfarë të pëlqen ty? Më pëlqen gjuha. Sa bukur. Edhe sot për gjuhën do flasim, do të kënaqemi. Mirupafshim. Bye. Më bëj fustanin. Një princeshë bukurose. Sa të bukur e ka syçkat. Sa qenë për këdhemi. Si quajnë? Unë quaj Matisa Cake. Sa emri veçantë. Faleminderit. Matisa, cila është lenda jote e preferuar në shkollë? Gjuha. Pa diskutim të gjithë gjuhën. Po ushqimi yt i preferuar? Pizza. Do ndaj bashkë pastaj. Mirupafshim. Përshëndetje. Më thuaj si e ke emrin? Emri im është Samantha Koxha. Samantha. Ti më duket se vjen për herë të parë në emisionin ton. Po, është e vërtet. Nga cila shkollë je? Unë jam nga shkolla Papa Kristo Negovani. Nga mjalti i Ersekës. Sa bukur. Faleminderit që jeni në emision. Mirupafshim. Përshëndetje. Sa bukur. Si të quajnë? Unë quhem Tiara Mete. Edhe njërë? Unë quhem Tiara Mete. Sa bukur. Me të zeza veshuro. Sa të bukur të fustanin. Faleminderit. Më thua cila është dëshira jote? Çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Kur të rritem dëshiroj të bëhem një doktoresh. Doktoresh, do më shirosh dhe mua. Faleminderit. Mirupafshim. Bye. Përshëndetje. Si të quajnë? Anja Këraku. Anja, sa të bukur pas ke këtë bluzën. Faleminderit. Çfarë thot? Gjuha ime. Po ti që nge pjesë e konkursit Gjuha ime. Po. Sa bukur, do më ndihmosh dhe mua kur bëjmë mësimet e gjuhës. Po do na thua shumë gjëra rreth konkursit gjatë emisionit.
Po. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje, si e kemrin? Stavros Sotiri dhe vi nga shkolla mësojnëtorja e parë shqipe. Më thua ke qenë tjetër në emision? Po, kam qenë dhe një. Sa Kush të pëlqen më shumë? Pimbi apo pumbi? Pumbi. Dita, jo pimbi. Të dy. Të dy. Përderisa ke qenë në emision, më thua çfarë ke sjellë me vete? Qartë do ti? Mjaltë, çfarë dua? Të ndihmoj, tot. Oh, sa i nat. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Kjo vazhda është gjithë qef, më ka sjellë mjaltë më duket. Më fal, po nuk të kam si. E Ke ke gjeti quajnë? do të si. Më thua emrin si të quajnë. Unë që jam Amelia Jorgaçi dhe vi nga shkolla Sevasti E Qiljazi. qa pasaj unë quhem Pimbi dhe jam qiki pa mire në mësime. Do më ndihmosh? Shushu që e di. E di nja këtë. Unë mund të ndihmoj Unë do të ndihmoj duke bërë detyra dhe të mësosh. Faleminderit. Mirupafshim. Oh, për këtë prap. Edhe mua. Përshëndetje. Përshëndetje, si të quajnë? emrin? Mua më quajnë Fernando Meçaj. Fernando. Cili është libri i preferuar? Librimi preferuar është Princi i Vogël. Fernando, do mbesh një nder. Po, ta bëjon. Më shanë tu në emision që kërkoja vetëm mjaltë. Të kërkoj falje. Të lutem do më sjellësh një tepsi me lakror. Po, tani nuk ta sjell dot, por Pas unë kur të buke, vi s'ka radhës problem. tjetër unë do ta sjell me kënaqësi. Faleminderit. Nuk ka problem. Lakror me mjaltë. Pafshim. 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 Përshëndetje. Përshëndetje. Një princeshë. Po, me të vërtet një princesh. Si të quajnë? Unë quhem Livia Gjergo dhe vi nga shkolla Sevasti Qiljazi. Livia. Cili është libri i preferuar? Libri im i preferuar është Këngë Krishtlindjesh. Personazhi i preferuar? Personazhi im i preferuar është Stiçi. Te ai libri i Krishtlindjeve. A ka baklava brenda? Jo. Sa i nat. Biskota? Jo. Ta kam falu librin. Mirupafshim. Pafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si të quajnë? Larit Busha dhe vi nga shkolla mësojnëtorja e parë shqipe. Më thuaj pse je ka qikëzuar. Mos më thuaj që më Nga këshim mjaltë. Jo. Sepse ka ardhur në emision. Po. Do të kënaqemi sot. Po. Mirupafshim. Pafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Emri të lutem. Mua më quajnë Mikela Kamburi. Mua më quajnë Pimbi. Unë jam Pumbi. Mikela, cila është ngjyra jote preferuar? Bluja. Luja si si qielli. qielli. Sa bukur. Po tjetër çfarë dëshire ke ti kur të rritesh? Unë dua të bëhem doktoresh. Doktoresh, kemi dy doktoreshat. Do së muremi sa të mundemi, sa qef. Mirupafshim. Pafshim. Mirupafshim. Ju përshëndes të gjithëve me këtë studio plot e për plot në këtë të shtunë të 22 nëntorit. Është një ditë shumë e bukur, një ditë shumë e veçantë, pasi është dita kur i është vendosur vula alfabetit ton shqip me gërma latine. Në Bitola, siç e njohim, ose në manastir në Maqedoninë e Veriut, mendjet më të ndritura të letërsisë dhe gjuhës tonë shqipe vendosën alfabetin që ne përdorim sot, alfabetin e gjuhës shqipe. Dhe jo më kot, ne sot kemi një studio plot e për plot, dominojnë vajzat, po kemi edhe disa djem, por ju nuk e dini që këta janë kampionët e konkursit Gjua Ime. Kemi të ftuar fituesit e vendit të parë, të vendit të dytë dhe të vendit të tretë. Por përpara se të kaloj tek fëmijët, do përshëndes miqtë e mi si gjithmonë dhe të pandar Pimbi, Pumbin dhe Tean. Përshëndetje. Përshëndetje. O Jonida, Urdhëro. faleminderit që na i ke zbukura këtë shpindon të bukur. Po, Ka shiko sa bukur, bukur. me ëmbëlsirë ka, me Po ju pyllin tuaj? po pyllin e tani. Dgjoj, se kemi reguluar ndoshta është hera e parë që studio e fëmijëve zbukurohet më shpejt se sa muaji dhjetor. E përse jo të shijojmë atmosferën e bukur të ngrohtë të dritave, të zbukurimeve, dhe për këtë dua të falenderoj Angela Dekor Event, e cila e ka kthyer studion e fëmijëve në një shtëpisë të bukur, plot shkëlqim dhe dashuri, në një ambient të ngrohtë në pritje të vitit të ri. Por mos harrojmë që kemi edhe flamujt tek Pimbi dhe Pumbi, sepse jemi përpara festave tona kombëtare. Tea, përshëndetje. Përshëndetje Jonida. Ju përshëndes të gjithëve të dashur teleshikues. Sot studioja jonë është bërë shumë e bukur, jo vetëm nga të gjithë këta talente të bukur, pra nga kampionët e gjuhës, por dhe nga dritat e zbukurimet e Bredhit. E kemi sjell pak më herë këtë vit atmosferën festive. Apo jo Pimbi Pumbi? Po, me të vetëmi ndryshim se ne nuk e kemi zbukuruar akoma o Tea. E po ja, Jonida dhe Teana i kanë kaluar. Po, normal që ja u kemi kaluar. Po. Atëherë, Le t'i presim me drita dhe dashuri festat, si ato kombëtare ashtu dhe festat e fundvitit.
Po, sepse ku ka më bukur se sa drita dhe shkëlqim për të sjellë një tjetër frymë, një tjetër ngrohtësi dhe atmosferë në çdo familje. Unë do t'i rikthehemi edhe një herë fëmijëve për ditën e sotme. Janë nxënësit fitues të konkursit i cili organizua nga Këshilli i Qarkut në Korçë dhe sot në studio kemi fituesit e vendit të parë, që janë nxënësit e shkollës Sevasti Qerjazi. Një duar trokitje për nxënësit e Sevasti Qerjazit. Ju lumt. të gjithëve. Kemi vendin e dytë, shkollën Papa Kristo Negovani nga Bashkia e Kolonjës. Bravo. Për shoqet. Dhe kemi vendin e tretë, shkollën 9-vjeçare Mësojnëtorja e parë Shqipe. Një duar trokitje. Dhe nxënësit e shkollës Mësojnëtorja kanë ardhur me uniformat e tyre të gjua ime. Kur të prezantojnë do t'i shihni që janë shumë të bukura të gjitha bluzat. Ne sot kemi në studio, ju thash, kampionët e vegjël, por që nesër do t'jenë ndoshta gjuhëtarët e së ardhmes. Unë doja të nisja një bisedë shumë të bukur, sepse janë shumë fëmijë dhe do të prezantohen të gjithë me emocionet, dëshirat, ëndrat e tyre dhe se si e kanë përjetuar ata pjesëmarrjen e tyre në një aktivitet kaq të rëndësishëm siç është gjuha. Unë dua ta nis me Nikolën, e cila vjen nga Papa Kristo Negovani nga qyteti i Ersekës. Nikol, më trego pak e dashur, si filloi për ju konkursi? Kur mësova se do të merrja pjesë në konkursin e gjuhës shqipe, isha tej mase e gëzuar, sepse më duk sikur më dha një mundësi shumë e veçantë për të provuar njohurit e mia edhe për të argëtuar pak me gjuhën tonë. Isha tej mase e gëzuar, por në fillim nuk kisha dha aq emocioni, pastaj u mësuam me kalimin e kohës edhe në finale. Sa zgjati si konkurs? Po, si konkurs zgjati deri më 3, edhe deri më 7. Ishte finalja në fillim më 7 ishte finalja dhe më 3 ishte kur u shpallën shkollat fituese që do të shkonin në finale. Të lumtur. Si ndjeshe kur u shpallën fituesit? Ishim shumë të lumtur që u shpallën fituesit, por edhe ne që ishim vendi dytë nuk e kishim problem, por u kënaqëm shumë. U kënaqëm shumë. Rubini, çfarë do të na tregosh për pjesëmarrjen në këtë aktivitet, Rubini? Ndërsa mua do më kishte zënë gjumi me kaq orë. Po ti e dembel, atë ajo diet botërisht. Rubin, çfarë do të na tregosh i dashur? Si ishin emocionet në një konkurs? Emocionet e mia në një konkurs ishin shumë të larta, pasi kuptova se do të merrja pjesë në recitimin e gjuha ime. Unë me një herë mora vjersha dhe fillova ti lexoja një për një dhe më pas isha gati, por një lajm i keq ndodhi dhe ma tha mësuesja ditën e hënë që unë nuk do të recitoja, por unë nuk u mërzita sepse Ka rëndësi pjesëmarrja apo jo? Po ti mund të recitosh këtu. Ne kemi gjithë të studio, gjithë të hapësirë, po ti mund të recitosh vjershën tonë. E ndjekim vjershën e Rubinit. Por si kanga e zogut verës, që vallëzon mblerim të prillit, por si ambli fladierës që lmon gjite drandofilit, por si vala e bregut detit, por si gjama e rfes gjetare, por si ushtima e një tërbeti, një ashtu a gjua janë shqiptare. Po e ambël fjala saj, por si gjumi mi kërthi, por si drita plotus daj, por si gazi pa mashtri. Edhe ndije tu i kumbue, por si fleta e kerubinit, ka i ben qelve tu flutrue, në zjarta valet a mëshimit, pra malku. Malku e nja i birë shqiptari, që këtë gjuhë të perëndis, trashgim që na i laj pari, trashgim s'jalena i fmis. Edhe ati ju thaft po goja, që përbus këtë gjuhë hinore, që në gjutë huej, kur sash nevoja flet, e të vetë e lembazore, dhe i gjuhë shqype nanat tona, që prej djepit na kanë thanun, se ash një zot, që do t'adona, njat që jetë na ka dhanun, edhe shqyp na thanë se zoti, për shqiptar, shqypnin e fali, se sa tenden stina e moti, do t'a gzojnë këta, djal pas djali, pra shqiptar, gjdo fes që t'jini, gege tosk, malci e qyteta, gjuhën tuaj, kur mos talini sa tjetjeta, po për të gjithmon punoni, pse? Sa mbani gjuhën tuaj, fisi juaj, vendi e zakoni ka me ju mbajt larg, kam besue. Në përgjuh shqype bota mbar, ka me ju njoht se çfis ju kini, ka me ju njoht për shqiptar, trimin za, si kur se ini, prandaj, pra, ne doni fisin, mali, bregu, edhe malsia,
Prej njaj goje sot broristin me gjut vetmen rnoft Shqipnia. Një duar rokitje. Shumë e bukur. Rubin, këto ishin vargjet e kujt shkrimtari? Atë Gjergj Fishtër. Sa kohë tu desh Rubin për ta mësuar gjithë këtë vjesht të gjatë? 30 minuta. 30 minuta. Orë maksimum. Të lumë. Të lumë. Po fare vjetë, unë mësoja për 30 vjetë këtë. Atëherë ja japin vajzës me fjongo të kuqe. E dashur, ecim pak shpejt sepse ju jeni shumë sot dhe duhet të flasim të gjithë. Na prezanto pak nga cila shkollë vjen dhe kryesorja. Çfarë mësuan nga kjo përvojë e bukur në këtë konkurs? Përshëndetje, unë quhem Aleksandra Çaçani, vi nga shkolla Papa Kristo Negovani. Në këtë konkurs ne mësuam që ta përdorim gjuhën shqipe, të flisnim mirë me të dhe shumë gjëra të tjera. Të lumë, shumë bukur. Momenti jot më emocionues cili ka qenë? Momenti më emocionues ishte finalja, pasi nuk e dinim se cili do shfallej fitues dhe ishim shumë të emocionuar. Po kur dëgjuat emrin vendi i dytë, shkolla Papa Kristo Negovani. Si u ndjeve? Ne u ndjem shumë të gëzuar pasi kishim marrë vend të dytë. Po. Rëndësi ka që ju ishit pjesëmarrës në një aktivitet kaq të madh organizuar nga Këshilli i Qarkut dhe mbi të gjitha treguat që jeni nxënës të cilët e doni lëndën e gjuhës dhe mbi të gjitha përkushtoheni ndaj gjuhës shqipe, apo jo? Po. Ja japi mikrofonin shoqes tjetër. E dashur, më bëj dhe ti prezantimin tënd dhe më trego për eksperiencën tënde. Arritet t'i zgjidhje shpejt ato ushtrimet që kishin në konkurs dhe është më bukur të bashkëpunosh në grup apo të jesh vetë në një konkurs? Kush është më e rëndësishme? Në grup apo vetë? Quhem Olga Pasha. Jam 11 vjet dhe vi nga shkolla Sevasti Qiriazi. Kjo përvojë ishte shumë e bukur për mua, edhe gjëja më kryesore është të punosh në një grup. E largojmë pak mikrofonin? Po, Olga, më thuaj pak të lutem. Si u ndjeve ti? Ishe bashkë me shoqet e tua në këtë konkurs, ja kaluat shumë bukur, kur u shpallët fituese. Kur shkuat në shkollë të nesërmen, si u pritëm të shkolla juaj? Një pyetje tjetër kjo. Shojmë drejt e kamera me llamp të kuqe. Ishte një ndjesi shumë e bukur kur u shpallën fitues. Si u priti shkolla? Mësuesja juaj ju përgëzoi apo drejtoria e shkollës, shokët e Apo klasës? shoqet? Të gjithë na përgëzuan shumë, edhe Në rregull, shumë bukur. Të pëlqen të vazhdosh për gjuhë letërsi? po, më pëlqen shumë gjuha jonë edhe Shqipëria. Të lumt. Tea mikrofonin e radhës. Po Tea. Tea për Tea. Ka Jonida, Tea një pyetje për Tea? Do ta marrim mësuese në pylli këtë. Po, në rregull, Na dakor. prezanto pak në cila shkollë? Unë jam nga shkolla Sevasti Qiriazi. Na tregu pak si ishte si eksperiencë konkursi? Si u ndjeve ti? Po, ca të emocionuar në fillim, por u kënaqëm shumë dhe që fituam, u kënaqëm. Të Tea, lumë, cili Tea. ishte momenti më emocionues? Kur fituam, Kur dhe kur fituam. shkuam në finale. Në final. Tea, sa orë të duhet ty si nxënëse, je në klasën e 5 besoj. Po. Sa orë të duhet ty si nxënëse e klasës së 5 të përgatitesh për lëndën e gjuhës, sepse çdo lëndë ndoshta ka vështirësitë e veta. Ka kohën Ju e e vet. keni shumë qef gjuhën dhe normalisht ndoshta e thoni pak më shpejt, e mësoni më shpejt, po sa orë të merr ty ti përkushtohesh tamam lëndës së gjuhës, të shkosh një nxënëse e përgatitur të nesërme në mësim. Një orë, maksimum 1 orë, që të përgatitem shumë mirë, 1 orë më duhet. Çfarë gjë ka të veçantë gjuha që të pëlqen kaq shumë? Gjuha jonë është gjuha në nësonë, e mësojnë që kur lindim. Dhe është një ndër gjuhët më të bukura në botë. Është një nga gjuhët më të bukura dhe më të vështira në botë, mos harron gjuha shqipe. Era, që vrapoi si era dhe mori vendin e tretë në konkurs nga shkolla shkolla mësojnëtore e parë shqipe. Këta të mësojnëtore dallohen në studio sepse kanë të gjithë veshje. Era, mundet të çohesh pak vetëm për të parë pjesën e bluzës? Po. Ja. I largojmë pak flokët Kjo është dhe Era. bluza? Po. Kjo është bluza, uniforma e konkursit. Era, si u ndjeve në konkurs? Unë ndjeva e gëzuar, por pak e emocionuar, pasi duhet të përgjigjeshim, por rëndësi për mua kishte pjesëmarrja më shumë. Çfarë mësove nga kjo përvojë?
Unë mësova që rëndësi ka të marrim pjesë në konkurse dhe nuk do të thotë që gjithmonë duhet të fitojmë. Të lumë, ishte një mesazh shumë i bukur. Era, faleminderit e dashur, ja kaloj mikrofonin shoqes që të duken mi bukur në kamera, ne çojmë pak në këmbë dashur. Bëjmë prezantimin dhe më thuaj pak eksperienca jote, kur mësuesja të zgjodhi për të qenë pjesë e konkursit, si u ndjeve, shohim te kamera drejt me llam të kuqe. Unë quhem Livia Gjergo, vi nga shkolla Sevasti Qiriazi dhe jam 10 vjeç. Kur mësuesja më tha se unë do të merrja pjesë në konkursin Gjua ime, unë u ndjeva shumë e gëzuar dhe shumë e emocionuar për këtë konkurs. Besoj se lëndën e gjuhës e ke notën 5 apo jo? E kam 10. E ke 10, domethënë I marrin 10, I marrin 10, domethënë klasë e parë, dytë ka deri tek 5, më pas ju mendin dhe notën 10. Po 5, 10 njësoj janë. Po. Atëherë, më trego pak të lutem, arritët i zgjidhit shumë shpejt ato pyetjet që kishit e konkursi? Disa pyetje nuk i zgjidhëm shumë shpejt, por të tjerat i zgjidhëm. Cila është një pyetje, po ta mbash mend, që të pëlqeu më shumë? Fjalë kryqet. Fjalë kryqet. Një kuriozitet më thuaj, kishit vetëm pyetje nga gjua apo dhe nga letërsia? Vetëm gjuhë. Vetëm gjua. Vetëm gjuha, në rregull. Dakor, atëherë në një vjesht, në një gjë të bukur për gjuhën ke? Ja. Po ndonjë përshëndetje për mësuesen e gjuhës ju përgatiti? Shiko se tham gjua, po është një mësuese që e bën E gjuhën. përgatit, po. Kush është mësuesja juaj e gjuhës? Mësuesja jonë është Fioralba Andoni. Në rregull, japim një përshëndetje mësuese Fioralbës. Japim dhe një duar shmurime për fitimin e çmimit. Dhe të gjitha mësueset e tjera. Po, të gjithë do t'i përmendin mësuesen, Po mos më shëndoj harroni. të më marrë me sy të mirë se Ta marrë me sy të mirë pimin, se është pak tap topi fare është. Ulemi dashur dhe japi mikrofonin shoqes tënde. Çojmë në këmbë dashur të dukemi bukur te kamera. Bëjmë prezantimin dhe shkollën. Unë që Amelia Ergaçi dhe jam 11 vjeç. Vi nga shkolla Sevasti Qiriazi. Po, një tjetër kampione. Më thuaj pak, edhe ty mësuesja të përzgjodhi për të qenë pjesë e konkursit të gjuhës. Si u ndjeve kur more vesh që shiko se ti do të përfaqësosh shkollën tënde dhe mos harroni që është një përgjegjësi shumë e madhe të përfaqësosh shkollën. Kur më tha mësuesja se do të merr një pjesë në këtë konkurs, u ndjeva shumë e lumtur, por edhe emocionuar, sepse kisha frikë se si do të ishin pyetjet, Si do dukën pyetjet? Pyetjet më dukën shumë të thjeshta, por disa ishin pak më të vështira. Atëherë, kishte të bënte me ato fjalit një kryegjymtyshe, dy kryegjymtyshe, të gjeje kallësuesin, rrethanore, të gjitha. Kishte? Kishte disa me ndaj folje. Stavra thotë që ishin akoma më të vështira. Akoma më të vështira? Do me thënë këto që po them unë janë për klasën e parë të dytë. Janë të thjeshta. Janë të thjeshta, dakor. Mire dashur, diçka tjetër ke dëshirë të na thuash, vjesh, përshëndetje, në lidhje me gjuhën, sepse sot është data 22, ti këndojmë gjuhës shqipe. Ose në lidhje me pimbin. Ose në lidhje me pumbin. Mos harroni që ju të dy më thatë që keni përgatitur një surprizë, nuk ju le, pa thënë atë që keni përgatitur. Të paktën një herë në vit, thoni një gjë të saktë. Po të si po ma bën zemra. Ska gjë, zemra ta bëj rik tik tak. Këtyre fëmijëve nuk ja u bëri në konkurs, ty ta bën në shtëpinë tënde. Që cohu pimbi ide në fund të emisionit përsëritet çka atë që do thuash, atë vjeshën e bukur, se e mora vesh çfarë ke për të thënë. Ju mendoni se ai do thotë ndonjë vjesh të hajër ide në fund? Jo. Jo, nuk kam besim. Për pumbin? Pumbi po. Në rregull. Atëherë, ja japi mikrofonin shoqet, faleminderit kukull. Sytë e bukur, Boqelli, shkëlqye në konkurs. Më trego pak të lutem si ishte si eksperiencë. Unë quhem Matisa Cake dhe vi nga shkolla Sevasti Qiriazi dhe në këtë konkurs ishim shumë entuziast, pak edhe të emocionuar dhe prisnim me shumë gëzim dhe vrull për të u njohur me shok dhe shok të rinj. Dhe isha shumë emocionuar dhe entuziaste që isha pjesëmarrëse këtij konkursi. Sa grupe të tjera kishte? Ju ishit 3 më të mirët. 3. Sa grupe të tjera kishte? Kishte edhe nga bashkitë e tjera, nga Devolli, nga Pogradeci, nga Maliqi, apo shkollat të tjera? Me sa mbaj mend unë jo. Ishit vetëm nga Kolonja dhe nga Korça dhe nga Bilishti. Po, në rregull. Dhe ju ishit 3 më të mirë. Ta ishin 3 më të mirë dhe të gjithë qarkut. Bravo. Të pëlqen të vazhdosh lëndën e gjuhës shqipe në të ardhmen? Po, kam shumë dëshirë sepse gjuha është një thesaret çmuar kombëtar që e kemi mësuar që kur kemi qenë të vegjël dhe nuk do ta harrojmë asnjëherë.
Hajde, fëmi, vetëm me mesazhe kësaj radhe, bravo u qoftë. Vërtet, nuk Tu duhet dëgjojnë të harrojnë. gjithë bashkëmoshatarët tuaj, ndoshta edhe ata më të rrituri, sepse gjua shqipe deri në gjimnaz dhe më pas ndalon. Pse jo që gjua shqipe ashtu si në çdo vend të botës që e kanë gjuhën e tyre amtare edhe në lëndët universitare, pse jo dhe gjua jonë të vendoset në të gjitha universitetet, sepse sa më shumë të dim për gjuhën, gjithmonë na duket sikur dim shumë pak. Sa më shumë të dim, aq më mirë është për ne. Shumë faleminderit e dashur. Ja japi mikrofonin shkollës mësojtorja shqipe përsëri. Dallohen nga bluza. Dallohen pa tham nga bluza. Janë të veçantë. Se shkolla jote. Hajt Matea. Bëjmë prezantimin e dashur dhe më trego pak eksperienca jote në këtë konkurs. Çfarë mësove ti nga konkursi? Unë quhem Maja Këraku dhe jam pjesë e mësojtorës së parë shqipe. Kur mora pjesë të futesha në konkurs, isha shumë e mërzitur sepse mësoja fakt që kishte shumë punë dhe unë mendoja se nuk u t'ja dilja, po më pas ikë në konkurs, isha shumë e lumtur dhe me çmimin që morëm isha shumë e lumtur të gjithë. Cili është momenti më emocionues? Ishte kur u dhanë vendet. Kur u tha që shkolla mësojtorja e parë Vendi shqipe tret. është vendi i tretë, Si u ndjeve? Ishi pak të mërzitur, por sërish ishe shumë e lumtur se morëm pjesë të konkurs. po dhe ai do Anja, të bëj një pyetje? Po. Ti the që konkursi kishte shumë punë, po ju si u përgatitet për në konkurs nëpërmjet ushtrimeve shtesë apo vetëm ato që kanë ndaj gjuhës shqipe? Në avanca ushtrime shtesë, po i bëmë. i bat. Ju jeni Si të shumë duken, të mirë. vështira apo të thjeshta? Disa ishin pak të vështira. Disa të thjeshta. Herën tjetër do marrësh dhe mua në konkurs. Mirë. Tipimin do e Ti ndritesh. mëso alfabetin njerë se i klasë të dytë e zdi alfabetin. Hajt mo, ti mos fol fare të thash, në këtë emision ti nuk duhet të flasësh. Ti nuk di alfabetin, edhe jo më të merresh me kampion. Mos fol fare pimbi. Të mos e shortojmë ka shumë se do na i thonë Jo, të bishën. është më mirë. Faleminderit Tea, faleminderit. Është më mirë që t'ja vëmë në pa ato problemet e ti që herën tjetër ti të mos i përsërit, po ti mësoj, ti përmirësoj. Po. Anja, japi mikrofonin shoqes që ke në krah. Na Çojmë prezantohesh pak në këtë? këmbë dashur dhe bëjmë prezantimin tënd. Përshëndetje, unë quhem Tiara Mete, vi nga shkolla Papa Krista Negovani dhe jam 10 vjeç. Më trego pak, mësuesja ju përzjodhi për të qenë pjesë e konkursit, si ishte si eksperiencë? Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe ne u kënaqem shumë. Tjetër, çfarë do të shtohesh për pjesën e konkursit? Ishte një konkurs për ne në fillim na duk pak i vështirë, por më pas u ambientuam dhe në finale u mësuam se si do të ishte, se çfarë pyetjesh ose si do të ishte konkursi. Pra ishit të përgatitur apo Po, jo? ishim të Mund na thua përgatitur. diçka që të bëri për shtypje? Asnjë nuk më bëri përshtypje. Në rregull, ishte të përgatitur. Po. Por sa kohë ju mori të kishit një përgatitje shumë të mirë për të qenë pjesë e konkursit? Mos harrojmë që mësuese Drita ka bërë një punë shumë të mirë me ju derisa ju nxori kampion. Forca. Trego Na pak. mori disa kohë për të u përgatitur, por prap ne ja arritëm qëllimit Do më thënë që ne dëshironim. ju treguat edhe një herë rënjët kolonjare të shkrimtarëve, të cilët kanë bërë historinë e letërsisë dhe gjuhës shqipe, kështu që më denjësisht se nxënësit e Papa Kristo Negovanit s'kishte si të prezantojë ky konkurs, apo jo? Po. Diçka, në një vjersh, Ose diçka përshëndetje. tjetër, çfarë ke dëshirë të thuash e dashur? Gjua shqipe është si drita e diellit që ngro zemrat e shqiptarëve kudo, me të flas për nënën, për shokut, për shokët, për adeun. Ajo është gjua që s'harrohet kur. Të lumë. Të lumë, shumë bukur. Faleminderit, bravo, ja bravo. japi mikrofonin një tjetër vajze, po nga Papa Kristo Negovani. Shojmë drejt e dashur Si dhe ishte më si thuaj. eksperiencë? Si eksperiencë, ky konkurs ishte shumë, do me thënë shumë, si ta them unë, i bukur, por edhe pak i lodhshëm sepse ne u përgatitëm shumë dhe bëm shumë ushtrime. Sa zjati si konkurs ose si përgatitje? Si përgatitje, çdo ditë të shkollës para se të fillonte konkursi ne bënim ushtrime të ndryshme. Ushtrime Bukuroshe, Po. po me qenë se gjua shqipe është kaq e rëndësishme, do na thuash një mesazh për të gjithë ata që na ndikin, po dhe për Pimbin që ta mësoj gjuhën shqipe. Një mesazh që unë mund të them ty, është që duhet ta duam gjuhën shqipe sa më fort, sepse ajo është gjua e nënës son. Dhe duhet ta mësojmë apo dhe jo? duhet ta mësojmë. Sigurisht që duhet ta Dhe mësojmë. nuk duhet ta harrojmë kur. Më trego pak e dashur, pjesëmarrja jote në këtë konkurs ka qenë për herë të parë apo me shkollën keni organizuar dhe konkurse të tjera?
Si pjesëmarrje në konkurse, kjo ishte hera e parë për mua. Dhe unë te ky konkurs recitova një vjesha, ajo titullohet O moj Shqipni. O moj Shqipni, e themi përpara kamerës, O moj Shqipni. Është pak e gjatë. Shërëndësi ka, jemi në ditën e gjuhës Shqipe. Do i themi të gjitha. Edhe unë jam i gjatë për në pekshë. Hajde, pushoti. O moj Shqipni, he mjera Shqipni, kush të ka qitë me kryen hi? Ti ke pas qenë një zonjë rand, burat e dheu të thishin anë. Ke pas shumë të mira e shumë begati, me vajzat bukra me djem të rigja e vënd shumë. Ara e bashtina me armë të bardha me pushk latina, me bura trima me gratë të lira, ti ndërgji shoqet ki qëmë me mira. Por sot i Shqipni, po më thuj si je, po si kulisi hirëzun për dhe. Shkon shqiptari Sipri me kam të shklet, dhe një fjal të ambël kërkur staflet, si mal me bor, si fush me lule ke pas kem veshun, sot jeme të srule. Es të kam betun, as emën, as mbes, veti kena prish për faqet zez, shqiptar! Ndër vlazën njëni tu, në vra, kritini coptu, jeni shpërnda, ca thon kena fe, ca thon kena din, njër jam turk, tjetri latin, do quen grek, shkjet disa tjerë. Por jeni vlezër të gjithë more të mjerë. Shkon shqiptarizi, ju shtrojnë në votër, ju rëmben vajs, ju rëmben motër. E qanë sot rinia, qanë bashk me ne, se ra Shqipnia me faqen dhe, e si kam bet as buk, as hiq, as zjarë në votër, as drit, as pish, as gjak në faqe, as ndej në shok. Po shëzun, është bën trok. Oh, mblidhuni ju vajza, mblidhuni ju gra, me ata sytë të bukur që dini më qa, qani ju vajtoni Shqipnin e mjerë, që kam bete shkret, pa emër, pa nder, që kam bete vetë si grupa bur, si nën që djallë nuk pati kur, kuj ti bën zemra, me nan me vdek, këtë fartrim neshi që sot ashmek, këtë nën të vujtu, ato të lëm që shqiptarën ytë ta shklas me kambë. Jo kur! Këtë marë, as kur se do, këtë faqet zez gjithë kush malko. Qan ju shqiptar, prej gjumit, qan ju! Të gjithë si vlazën, një mbesh të rëngonju, e mos braktisni jo, kisha e gjamia, dhe që para fe për shqiptarin, është shqiptaria. Një duar trokitje. Bravo. Ja japi mikrofonin shokut tënd po nga shkolla Papa Kristo Negovani. I vetmi djalë, 4 vajza ishin dhe një djalë. Kemi dhe 2 të tjerë. Jo, nga Papa Kristo Negovani flasi. Nga ajo shkollë. Na bëj një prezantim i dashur dhe na thuaj për përvojën tënde kaq të bukur në këtë konkurs të gjuhës shqipe. Përshëndetje, unë quhem Fernando Mejçaj, mësoj në shkollën Papa Kristo Negovani dhe jam 11 vjeç. Provoja në këtë konkurs ishte shumë e bukur. Ne mësuam gjëra të reja, bëm shok të rinj dhe bëm ushtrime që ne nuk i kishim bërë më parë, por ja dolëm. Arritëm deri në finale dhe zurëm vend të dytë. Për vendin e dytë ne ishim shumë të kënaqur. Më vjen mirë që e keni marrë me sportivitet, sepse deri diku, kudo, në çdo vend të botës, në çdo konkurs, ka fitues, vendi i parë, i dytë, i tretë. Kështu që duke qenë pjesëmarrës në një konkurs kaq të madh, në rang qarku dhe duke dalë më të mirët, ju jeni padyshim të gjithë kampion. Kush arrin në finale, të paktën për mua, është kampion i padiskutuar. Dakor, kam një pyetje. Cili ishte momenti më emocionues për ty? Momenti më emocionues ishte finalja, kur ne do të mësonim se kush do të ishte fituesi i këtij konkursi. Po të nesërmen kur shkuat në shkollë, si u pritën shokët e klasës? Shokët na pritën plot me gëzim. Mësuesit ishin shumë të kënaqur që ne arritëm në vend të dytë. Të gjithë na përshëndetën dhe na emocionuan me gjëra të bukura, me thënie
ju lumt, bravo, e të tjera. Ju lumt edhe nga ne. Ju lumt edhe nga ne. Bravo, suksese. Po një përshëndetje për mësuese Dritën. Falenderoj shumë mësuese Dritën sepse nëpërmjet saj ajo na dërgonte ushtrime, na më përsëriti, na mësoi si të flisnim dhe të shkruanim dhe të lexonim. Më keni parasysh një gjë që mësuesi i cili, sidomos mësuesi i lëndës së gjuhës, që është një lëndë që ju e jepni provim në klasën e 9, e jepni provim në maturë, është një përgjegjësi shumë e madhe për mësuesin e lëndës së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Kështu që nëse emocioni juaj ka qenë një herë, më besoni kur u them që emocioni mësuesis ka qenë 10 herë, sepse në fund të fundit tregohet puna dhe përkushtimi i saj për t'u nxjerrë ju deri në atë konkurs ku keni qenë dhe fitues. Faleminderit Fernando, ja japi mikrofonin shokut nga mësonjtorja e parë shqipe. O Jonida, kam një pyetje. Po, ja bëja shokut. Forca. Gjithta fëmijë. Po. Dhe si nuk na solli një diploma, diçka çfarë morën atje, një kupë, një... Jo, këta nuk do të na sillin medaljet e tyre, por duke qenë se këta janë kampion, ne do t'ju japim nga një medalje të gjithëve. O, sa bukur. Dakor, ja ku i kemi bërë medaljet gati janë këtu. Po, janë 3 medalje për se... 3 medalje për se ata fituan për ne, ishte më sillin mua ndonjë medalje. Jo, medaljet secili i merr për veten e vet, sepse shënohet emri i tij, shënohet emri i shkollës, emri i klasës, kështu që secili e ka edhe individualisht, por edhe në grup. Po këta janë një mëso grup dhe i o plot. Pimbi, dhe ti do marrësh pjesë në për konkurse. Po, mëso dhe erën tjetër, këta nxënës do të aftoni Pimbin dhe Pumbin në konkursin e radhës. Po, konkursi i radhës, gjua ime do të ketë dhe 2 pjesëmarrës të tjerë, do të ketë Pimbin dhe Pumbin, ndoshta. Sa bukur, do fitojmë. Na bëj një prezantim i dashur, forca. Unë quhem Laret Busho, jam 10 vjeç dhe mësoj në shkollën mësonjtorja e parë shqipe. Kur mësova se unë do merja pjesë në konkursin gjua ime, bashkë me shokët e mi të grupit, u stërvitëm shumë dhe bëm ushtrime shtesë përveç ushtrimeve të lëndëve të tjera. Kur mësuesja më tha që unë do merja pjesë në konkurs, isha i lumtur, i gëzuar, por pak i friksuar. Kur momentet më emocionuese ishin kur mësuesja më tha që do merja pjesë, kur fituam lojën e parë kundër shkollave Ismail Qemali, Stavri Themeli dhe Pandelit Sale, dhe në finale që edhe pse dorim në vend të tretë, prap u gëzuam, u mërzitëm paksa, po prap treguam që ne jemi shkolla më e mirë. Sa bukur efekte të fundit, në rregull. Ka dhe një përshëndetje për mësuesen ton, Mirela Çavzezi, që përkushtoi kaq shumë për ne. Dhe ajo është një mësuese që merr përgjegjësi, që neve na jep përgjegjësi që të mësojmë dhe mërzitet pak fare kur ne nuk mësojmë mirë. Në rregull, sepse ky është obligimi i mësueses që të nxjerrë sa më të përgatitur. Stavro, po nga shkolla mësonjtorja e parë shqipe, eksperjenca jote i dashur si ishte në këtë konkurs? Unë isha shumë mirë, por kur dëgjova që do vija në olimpiadë, më erdhën pak stres. Ma që kisha frikë që nuk ishim për të fituar, por me punë, ne të gjithë dolëm deri në vendin e tretë, e cila dua të falenderoj shumë mësuese dhe mësuese Mirela Çavzezi dhe mësuese Mirela Bimlin, të cilat bën të pamundurën për ne. Po, dhe ju normalisht jashtë përblye duke qenë kampionët fituesit e vendit të tretë. Atëherë, më trego pak nga gjithë kjo eksperiencë, gjithë pjesëmarrja jote në olimpiadë, çfarë fitove në veten tënde? Unë si Stavro fitova këtë gjë. Cila është ajo? Për mendimin tim besoj se fitova më shumë besim të vetja. Shumë, përgjigje e bukur, të lumt. Diçka që do të thuash, që recitimi, përshëndetje? Ose një vjersh? Po, kam një poezi. Një poezi, e ndjekim. Gjuha shqipe, vëllezër shqiptar, qasuni më dëgjoni, sa të mundeni më parë, gjuhën tuaj mësoni, pa shihni sa është e mirë. Su vjen mall e dëshirë, gra, bura, dje me vasha, e ju plaka zëtrasha, mos rini pa mësuar, kjo do të na nderoj, e do të na bashkoj. Këtë gjuhë flasim, këtë zëkëndojmë, gjënë tonë të qasim, të huajnë ta dëbojmë, se gjuhë e Shqipërisë është e Perëndis, njeriu të shprenderonjë, gjuhën e Mëmëdheut, që është e bukur zonjë, gjuhën e Skënderbeut. Oh, e madhe mëkat, kjo punë s'ka urat, ju shkëmbenje, ju male, ju brinja e bregore, dhe ju lumen nga dale, ju fusha gjilbërore, shqip të flisni për herë, thjesht e të papërzjerë. Djeli, hëna, pylli, dandysh, qalarashi dhe bilbili vetë, shqip të flatë në jetë,
dhe vetë Perëndia dhe Zoti vërtet, dhe tërgjithësia këtë gjuhë të ketë. Këtë edhe shqiptari, shpirt madhi, punë bari. Të lumt, një duar dorëgjitje për Stavron. Bravo. Faleminderit Stavron. Mikela apo Mikaela? Mikela. Mikela, një tjetër fituese e vendit të tretë nga shkolla mësonjtore e parë shqipe. E dashur, si ishte të merrje pjesë në këtë konkurs? Ke marrë pjesë në konkurse të tjera apo ky ishte i pari për ty? Ky ishte i pari për mua dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur të merrja pjesë në konkursin e gjuhës shqipe. Sa e rëndësishme është gjuha shqipe për ty, sepse në prezantimin e pimit dhe të pumbit se që të pëlqen shumë lënda e gjuhës. Po. Mua më pëlqen shumë lënda e gjuhës dhe është shumë e rëndësishme për mua sepse është gjuha e nënës. Tjetër? E sheh veten ndoshta në të ardhmen një gjuhëtare ose një letrare? Po. Kush të pëlqen më shumë, gjuha apo letërsia? Gjuha. Gjuha, çfarë ka të veçantë? Të pëlqen morfologjia, gramatika, sintaksa e gjuhës shqipe, çfarë të pëlqen? Mua më pëlqen e gjithë gjuha sepse është një thesar i vërtet. Një thesar i vërtet dhe pak e vështirë. Gramatika e gjuhës shqipe është një gramatikë shumë e vështirë, por shumë e bukur. Është njësoj si një ekuacion matematikor. Po ja ditë fillimin, ditë çosh deri në fund. Atëherë, diçka që ke për të thënë, një përshëndetje, një vjersh, diçka që recitove në konkurs? Përshëndes mësuese që u përpoqën për ne, që të mësonim sa më shumë dhe të dilnim në vendin e tretë. Dhe shpresoj që gjuha shqipe të ruhet. Nga të gjithë shqiptarët. Nga të gjithë shqiptarët, jo vetëm brenda trojeve shqiptare, por kudo ku ka shqiptarë të cilët duhet të mësojnë dhe fëmijëve të rritur dhe të lindur në vende të ndryshme gjuhën tonë amtare, gjuhën shqipe. Shumë faleminderit e dashur dhe tani Tea ku do të kalojmë? Tani do të kalojmë në pak minuta publicitet. Jemi rikthyer përsëri pas kësaj shkëputje publicitare. Ne do të ja kushtojmë gjithë këtë emision gjuhës shqipe. Mos harrojmë që këta dolën nga një konkurs dhe unë do t'ju bëj një mini konkurs. Megjithëse pyetjet të cilat kam zgjedhur unë, duke dëgjuar me vëmendje të gjithë fëmijët, janë të thjeshta fare. Atëherë fillojmë. Andej shohim të gjithë. Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë? A, E, I, O, U. Y. Sa bashkëtingëllore ka gjuha shqipe dhe cilat janë? Bashkëtingëllore dyshe. Po, forca, ja japim pak mikrofonin? Ja japim mikrofonin? Nikolës? Forca, bashkëtingëllore dyshe janë nëntë dhe cilat janë? Bashkëtingëllore dyshe janë dhja, gjja, zhja, gjja, F-R-N-L-D. F-N-R. Janë nëntë pra dhe shëja, të lumt. Cilat emra bëjmë pjesë në lakimin e dytë? Emra që mbarojnë me U. Emrat që mbarojnë në rastën e përore, në trajtën e shquar, numri 1-jes mbarin me U. Okej, kush do përgjigjet do marr mikrofonin që të dëgjohet. Cilin alfabet përdor gjuha jonë shqipe? Alfabetin latin. Alfabetin latin. Në rregull, të lumtja, japi mikrofonin ndonjë vajze tjetër tani. Cilat janë për emrat vetor për shumësin? Jepja forca Nikol. Për emrat vetor të shumësit janë ne, ju, ata, ato. Forca Nikol, të lumt. Cilat janë pjesët e ndryshueshme të ligjëratës, të ndryshueshmet? Ja japi mikrofonin shoqes. Çon në këmbë dashur. Emrat, mbiemrat, foljet për emrat dhe numërori. Të lumt. Një pyetje tjetër, sa dialekte ka gjuha shqipe? Gjuha shqipe ka dy dialekte. Gegretos. Në rregull, ja japim mirë mikrofonin tek pjesa këtu e vajzave. Jepja shoqes. Okej. Cilat janë llojet e fjalive sipas kuptimit shprehës? Sipas kuptimit shprehës kemi dëftore, kemi dëftore, kemi fjalit pyetëse, kemi fjalit nxitëse dhe fjalit dëshirore. Atëherë, kemi 6 fjalit dëftore, dëshirore, urdhërore, lidhore, habitore dhe pyetëse. Në rregull, fillojmë. Edhe më duket se kam një pyetje të fundit, Cilat janë për emrat pyetës? Janë 3. Ja japim vajzës këtu që s'ka folur, ja japim. Janë cili. Po? Shikojmë drejt. Shojmë drejt. Cili. Kush. Po?
Kujt? Cilës? Kush, cili, që dhe çfarë? Në rregull. Atëherë, përpara se ne të kalojmë, këto ishin pyetjet. Ju përgjigjet super saktë. Si ti ishit në konkurs. Si ti ishit në konkurs. Atëherë, përpara se ne të kalojmë tek pralla jon, të cilën e interpreton Nëna Mona. Shpëtua më duket. Kush ta me ty e kisha? Bimbi dhe Pumbi, që s'po u ndjehet zëri fare me gjithë këta fëmijë të talentuar, të cilët kanë folur në mënyrën më të bukur të mundshme dhe plot dashuri dhe pasion për gjuhën shqipe. Sigur kishin nga një vjeshta në fillim të emisionit. Tani e dëgjova unë apo e dëgjuat dhe ju? E dëgjuat. Pimbi, jepi shpejt se s'kemi kohë, jemi në fund të emisionit. Forca Pimbi. Miri këti, unë jam trim dhe s'kam frikë, ndaj do ta them. Po, hajt, forca. O vlezë shqiptare, gëzoj që këtë ditë, ka që e mirë, ka që e mbarë, që si gjithë mirësitë, nga na imfrashëri. Po, forca, hapu erësirë. Pa ja këtë ku o dritë, se erdi ko e mirë, u gëzinata u bet ditë. Lumja ti o korqa lule, që le paso që të tua, si trimi në balu sule, ta pacin për jetë hua. Gjua jonë sa e mirë, sa e embër, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë, pikçuditse. Pikçuditse, po, t'japin Eduard Trokitje? Eduard Trokitje. Bravo, Pimbi! Sa e rave e ke merituar. Ja, kur më son. O, do marrë unë medalje me që thash mire. Nesër, që është e diel do t'jap një medalje ty. Sot do t'a marrin këta fëmijët. Atëherë, Pumbi, më duket se ke edhe ti një vjersh. Kemi zgjedhur një autor nga Jugu dhe një nga Veriu. Forca Pumbi. Unë kam poezinë e Atë Gjergjfishtës gjua shqipe. Po, forca. Po, me recitimin tim, nuk mendoj si do t'ja kaloj Rubinit, po unë do t'a provoj. Po hajde, Rubinit s'ja kalon se ish pjesë konkursi, po ti bëj më të mirën tënde. Po, por si kanga e zogut verës që vallëzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës që lëmon gjitë e drandafilit, por si vala e bregu detit, por si gjama e rfes zgjetare, por si ushtima e një tërmeti, një ashtu a gjua jonë shqiptare. Të lumë! Bravo! Atëherë ne do të kalojmë në pak momente të bukura dhe shlose për të gjithë fëmijët e vegjël, të cilët mezi presin prallën e interpretuar nga Desdemona Mehmeti. Ndjekim prallën e radhës, po nga shkrimtari Odisej Grillo. Ja ku jemi përsëri bashk me prallat e bukura të shkrimtarit Odisej Grillo. Vajtët në librari, vajtët në bibliotekë, i gjetët prallat e ti. Do desha që bibliotekat tuaja të pasuroheshin me prallat e këtij shkrimtarit të mrekullueshëm për fëmijë. Pa humbur kohë, unë do filloj të lexoj prallën e radhës. Kush e sjell mëngjesin? Ma dëgjoni me vëmendje. Ka shumë vjet, ajsa nuk e mbajnë mend as plot 100 vjeçar, që na u grindën e na u zunë keq, kafshë, shpendë e sende. Madje na u zunë dhe planetet. Por, pse u zunë pa? Për një gjë aq të vogël dhe aq të thjesht, ata nuk po e gjenin dot. Po në prallën tonë e gjeti Patricia 5 vjeçare. Zëngën e filluan hëna dhe yjet, kur thanë për para të gjithve. Mëngjezin e sjellin vetëm ne në botë. Ata që i rrethonin, u ngritën për njerëz dhe kundërshtuan. Pse e sillni jo? Se ne, tha hëna, ikim e ja lëshojmë vendin mëngjezit. Po të mos ikim ne, mbetet natë. Ju do ikni çdo mëngjes me një këmbë, doni s'doni, thiri Gjeli lafshëkuq. Dhe mëngjesi do të vi, se e sjell unë me atë kikirikiki në time. Ashtu, po ti ishte për këngën tënde, mëngjesi nuk do të vinte kur o lafshëkuq. A e dini pse vjen mëngjesi? Pyeti një blet që mblidhte nektar me një tulipan. Jo, nuk e dim, i thanë të gjithë një zëri. E pra, mëngjesin e sjellun. Pse do të thoni ju? Se sa po ngrihem, vrapoj fushave lule më lule
dhe i them mëngjesit, eja se fillova pun. A i më shë mua dhe vjen. Jo, moj, na bëre të qeshim, tha një sqap. O, me brirët si kuror. Ti vërtet punon dhe o sjell mjaltin e ëmbël. Mjekër sqapi lëpi u buzët. Po ama mëngjezin e sjellun. Si më e sjell ti? Pse, kaq nuk e dini juve? Unë me shoqet dhe shokët e mia e sjell. Ne dalim në përkullot, tundim zilet, këmborët, dang dung dung dang 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 dung dung dung. I dëgjon mëngjezi, zgjohet nga gjumi dhe vjen. Ti qenë ke për stradën e pyllit o mjekër sjap, se të bën të qeshesh me këto që thua. U shkri në gas një qukapik, që ta dish ti dhe të gjithë ju të tjerët, mëngjezin e sjellim ne zojt. Pse? Pyetën të gjithë tokë, se ja themi këngës për 7 parqefe që pak dhirë. Kënga joni pëlqen shumë mëngjezit, dhe ai niset e vjen për ta dëgjuar që prapa 7 maleve. Që i pëlqen kënga juaj, kjo nuk do shumë mënd, se dhe mua më pëlqen. Po më tepër se çdo gjë, mëngjezit i pëlqejmë ne fluturat, që i kremi kratë si ylber, mëngjezi i pëlqen të na shikoj dhe vjen me vrap nga fundi botës. Pra, mëngjezin e sjellim ne fluturat. Asti, 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 askush nga ju nuk e sjell mëngjezin. Atë e sjell unë. Thiri dielli me të madhe. Sa po hapun syrin, dë boj hënën e yjet, zgjoj gjelin lafshë kuq, qoj në pletët punëtore në punë, tunë zilet e këmborat e mjekërt sjapit në shok, i vetë gjithë zojtët të këndojnë, qoj fluturat lule më lule, u them njerëzve shkoni në punë. Ja, s'është e vërtet, thirrën disa. Pse? U zëmërua dielli. Se njerëzit shkojnë në punë për para se të dalësh ti. Lafshë kuqi dhe zojtja thonë kur ti bën ende nani, mjekët sjapi tund këmborën që me yjet dhe... Dielli, edhe më i nxehur, ja preu fjalën në mes. Kush je ti më që po më mëson mua? Unë jam njeriu, tha Patricia e vogël 5 vjeçare. Mos e sjell ti moj pipiru që mëngjezin? U tall dielli. Jo, tha Patricia, nuk e sjell unë. E po, kush e sjell atëre? Mëngjezin e sjellin hëna dhe yjet duke ikur. Gjeli me kikikin e tij, bleta duke mbledhur nektar, mjekërt sjapi duke tundur këmborët, zojtë me këngën e tyre, fluturat që fluturojnë lule më lule, dielli me rrezet e sjarta dhe njeriu që e fillon punën pa gdhir. Ja pra, mëngjezin e sjellim të gjithë tokë. Asnjë nga ne nuk mund ta sjelli vetëm. Në atë çast kishte aguar dhe Patricia thiri, mirë mëngjes! Të gjithë thanë me vete, sa e zgjuar që nga kjo vajzë 5 vjeçare, dhe e rukruan me gjithë zemër. Mirë mëngjes, Patricia! Kështu çeli dita e re. Më pëlqeu pralla. E bukur, se dhe mua më ka pëlqyer shumë kjo prallë. Të vetëm nuk mund të bëjmë asgjë. Në qoftë se do bashkohemi të gjithë bashk, mund të bëjmë gjëra të mëdha. Mund të bëjmë punë shumë të mëdha. Prandaj, bashkëveproni me njëri tjetrin, bashkëveproni me shokët, luani të gjithë bashk, argëtoni të gjithë bashk. Mirupafshim. Kaloj dhe kjo e shtunë. Mirupafshim.
Kemi ardhur kështu në fund të emisionit dhe për ditën e sotme. Ju pëlqeu prava? Nëna Mona reciton shumë bukur, interpreton në mënyrë të shkëlqyer dhe besoj se të gjithë fëmijët mezi presin atë minutazhin dedikuar prallëzës së tyre. Unë ju falenderoj të gjithëve që keni qëndruar këto 60 minuta në ekranin e RTS Korçës në emisionin tuaj të preferuar Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Dua të falenderoj përzemërsisht të gjitha mësueset të cilat kanë përgatitur këta fëmijë të mrekullueshëm për të qenë pjesë e konkursit Gjua Ime. Falenderoj mësuesen e Ersekës dhe mësueset e qytetit të Korçës nga shkolla Sevasti Qiriazi dhe shkolla mësojtorja e parë Shqipe. Ju bëj të ditur që të gjithë ju që keni dëshirë të merrni pjesë në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, jeni të lutur të vini sepse dyert e RTS Korçës janë gjithmonë të hapura për ju. Ju keni dhe numrin tonë të telefonit, i cili është 069 31 71 676 për të gjithë ju mësueset të cilat doni të pronotoni në thonjza shtëpisën tonë të bukur. Dua të falenderoj të gjithë ju fëmijë, jeni të gjithë kampion. Bravo u qoftë dhe të na nderoni ndoshta edhe në të ardhmen në konkurse të rëndësishme të gjuhës shqipe. Ishit të mrekullueshëm, ju lumt. Gjithashtu dhe ti Jonida e veshur shumë bukur sot. Faleminderit, faleminderit. Dua të falenderoj butik si gjithmonë Natalia e Ajli Nana në Bulevard Republika që bën të mundur veshjen time. Faleminderit Tea. Faleminderit Pimbi Pumbi, faleminderit që ishit. Shumë faleminderit. Dhe dua të bëj dhe një falënderim, siç e shihni, studioja jon sot i kemi sjell festat pak më përpara tham, është e gjitha e zbukuruar, plot drita të bukura, plot globa, plot ngjyra, me një brez të bukur në një ambient shumë të ngrohtë për fëmijë dhe kjo fal Angela Decor Event. Kështu që shumë faleminderit e dashur dhe i ke duart e arta. Atëherë japim një përshëndetje, mirupafshim. Mirupafshim.